تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Vëllezër të nderuar, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fillimisht falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për mirësitë dhe begatitë e tij. Dhe dërgojmë salavatet dhe selamet mbi të dërguarin e fundit Muhammed ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershëm dhe shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, kemi filluar me shpjegimin e akidës të një prej imamëve të Sunetit, një prej imamëve të Selefit, dhe ajo është Ali ibn al-Medini rahimahullahu ta'ala. Dhe do vazhdojmë me lenin Allah subhanahu wa ta'ala aty ku kemi mbetur, dhe ajo është fjala e tij: ولا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل والكلام في القدر وغيره من السنة مكروه ولا يكون صاحبه وإن أصاب السنة بكلامه من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيمان. تو إمامي رحمه الله تعالى ka përmendur pikën e dytë ose pikën e tretë, masi kemi folë për çështjen e sunetit dhe kaderit. Pastaj vjen kjo pikë ku thot nuk polemizon me askënd, nuk hyn në debat, nuk mëson diturinë e diskutimit. Të flasësh për kaderin dhe gjëra të tjera të ngjashëm nga syneti është e papëlqyeshme, dhe nuk është person nga ahli syneti ai që edhe nëse e godet synetin në fjalët e tij, por është nga ata që merren me debate derisa ta braktisë debatin, të dorëzohet dhe të besojë sinqerisht. Ktu dietari Ali ibn Medini rahimahullahu ta'ala flet për një çështje që ka të bëj me lërjen e debatit. Do me thonë, ahlu sunna wal jamaa nuk debatojnë për çështjet e fesë, për arsye se Kur'ani dhe Sunneti dhe rruga e Selefit janë të qarta dhe nuk ka nevojë njeriu të debaton dhe të diskuton. Ai e shpjegon Sunnetin dhe thirr tek Sunneti, dhe kush e pranon thot mirë se vjen. E kush nuk e pranon, njeri i Sunetit nuk dalet, po vazhdon në rrugën e tij. Dhe kjo është ajo që na ka mësuar dietarët e Sunetit. Thot Sheikh Ubejd el-Jabiri rahimahullah, duke shpjeguar këtë pikë, thot se dietarët janë të pajtuar se ndalohet dhe paralajmërohet nga debati, por debatohet në rrugë më të mirë dy prej kategorive të njerëzve. Do thonë, baza është që nuk debatohet, por veç dy kategori të njerëzve debatohen. Të parët janë ata që kërkojnë të vërtetën
dhe e dojnë të vërtetën, atëherë ti ja shpjegon atij të vërtetën dhe debaton me atë në mënyrë më të mirë. Dhe grupi i dytë janë ata të cilët kanë dyshime. E vërteta është përzi tek ata. Nuk e kanë të qartë të vërtetën. Por ai e don të vërtetën. Domethënë nëse ti ja shpjegon dhe argumenton dhe debaton me atë mënyrë më të mirë, ai e pranon të vërtetën. Në këtë mënyrë domethënë lejohet debatimi me këta njerëz. E për ndryshe nuk është prej rrugës të synetit me debatu, sidomos me njerëzit e bidatit. Dhe ne kemi shembuj prej selefit, kur kanë thonë do të lexojnë një ajet, kanë thonë jo. Do të lexoj gjysmë ajet, kanë thonë jo. Do të thonë s'ka pranu. Asnjë ajet s'ka pranu, asnjë hadith nuk ka pranu me dëgju prej njerëzve të bidatit, për arsye se ata kanë dyshime dhe njeriu ka frikë për veten e tij, mos futen ata dyshime dhe mos e ndikojnë negativisht. Dhe për këtë arsye, Imam Malik rahimahullah, një prej imamëve të sunetit të mëdhenj, ka thonë e wa kullama ja'ana rajulun ajdala min rajulin tarakna ma nazala bihi Jibril ila Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë çdo herë kur të vjen një person që din më mirë me debatu se dikush tjetër, e lojmë atë me të cilin është zbritur Gjibrili a.s. tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë feja është e qartë, e vërteta është e qartë dhe nuk ka nevojë njeriu me debatu. Për këtë edhe Hasan el Basri rahimahullah ka thonë, kur i kanë thonë atij nujadiluk, do të thonë du me debatu me ty. Ka thonë lestu fi shakkin min dini, ka thonë unë nuk kam dyshim për fen time. Se me debatu, për mua është feja e qartë. Nëse kam dyshime, atëherë debatoj. Po përderisa s'kam dyshime dhe rruga e sunetit është e qartë, atëherë edhe unë nuk kam nevojë që të debatoj. Dhe kjo është domethënë rruga e sunetit. Dhe shumë e shumë për njerëzve vëllezër të dashur janë ndiku dhe kanë deviju atëherë kur ata janë largu prej dietarëve dhe kanë fillu me polemizu dhe me debatu me njerëzit e bidatit. Pastaj thot autori wal Qur'anu kalamullahi laysa bi makhluq wala tad'uf an taqula laysa bi makhluq fa inna kalam Allah azza wa jall laysa bi ba'in minhu wa laysa minhu shay'un makhluq yu'minu bihi wala yunadhiru fihi ahadan. Kjo do të thot Kur'ani është fjala e Allahut, nuk është i krijuar. Mos u lëkund në të thënit nuk është i krijuar, sepse fjala e Allahut të lartësuar nuk është e ndarë nga ai. Dhe asgjë nga ajo nuk është e krijuar. Duhet të besohet në të dhe të mos polemizohet për të me askënd. Çështja e besimit në Kur'an se është fjala e Allahut subhanahu wa taala dhe se nuk është i krijuar, është prej bazave të akidës të Ahlus Sunna wal Jamaa. Për këtë arsye, ka thonë edhe Amr ibn Dinar, prej selefit, ka thonë i kam taku shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që 70 vite dhe ata që vinë mas tyre, dhe të gjithë ata thonë Anna Allah al-Khaliq wa ma dunahu makhluq. Allahu është krijuesi dhe çka është përveç Allahut është krijes, është e krijume. Illa al-Quran, përveç Kur'anit, fa innahu minhu kharaja wa ilayhi ya'ud. Përveç Kur'anit, se ajo prej atij ka dalë dhe tek ai do të kthehet. Do të thonë është fjala e tij dhe fjala e tij është cilësi prej cilësive të tij. Dhe cilësitë e Allahut nuk janë të krijume. Argumentet në Kur'an dhe Sunet janë të shumta për atë që Allahu flet, sikur fjala e tij wa kallama Allahu Musa taklima. Allahu i ka folur Musës me fjalë, domethënë. Dhe dietarët kanë thonë me shkronja edhe me z. Edhe gjithashtu fjala e Allahut veçanërisht për Kur'anin wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Nëse dikush prej mushrikëve kërkon strehim tek ti, atëherë jepi strehim derisa ta dëgjon fjalën e Allahut.
E këtu si është shut Kur'ani, o shut fjala Allahut. E si mundet atër dikush me ardh edhe me pretendu se Kur'ani është i krijuar. Kur'ani është sifa dhatije o fi'lije, është cilësia Allahut nga vetja e tij, edhe është gjithashtu cilësi prej fi'lije, do të thonë prej veprave të tij. Edhe kështu në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu është vërtetu se Kur'ani është fjala e Allahut, siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë në hadithin të cilin Sheikh Al-Albani në Sahiha e ka saktësu, ka thonë: "Ala rajulun yahmiluni hatta uballigha kalam Rabbi." A është një person, a ka dikush që më mbron mu që unë të përcjell fjalën e Zotit tim. Pastaj kemi njerëz që kanë pretendu se Kur'ani është i krijuar, siç janë grupacionet El Jahmije dhe El Mu'tazila. Besimi i tyre ka qenë që Kur'ani është i krijuar. Dhe pa dyshim se kjo ka qenë një devijim shumë i madh. Dhe dietarët e Sunetit, sigurisht Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, janë dënu për arsye se ata nuk kanë pranuar me thonë se Kur'ani është i krijuar. Dhe ka thonë Imam Ahmedi, më sjellni veç një ajet ose një hadith që ta thon këtë fjalë. Do të thonë s'kan pas ata asnjë farë argumenti as prej Kur'anit edhe as prej Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të thonë se Kur'ani është i krijuar. Bile transmeton Imam al-Ajurri në librin e tij al-Sharia, ka thonë me rrugë transmetimit të tij se ka thonë Yahya ibn Yusuf az-Zimmi, ka thonë duke qenë ai në një prej shtëpive në një qytet që quhet Marr, aty ka ndodhur diçka dhe ka dal dikush dhe i ka thonë: "A nuk friksohesh o Aba Zakaria?" Ai ka thonë: "Jo, demek nuk friksohem." Ka thonë: "Kush je ti?" Dhe është përgatit me e mbyt, do me thonë. Ka thonë: "Ana Abu Murra." Ka thonë: "Unë jam Abu Murra." Ai dietari është përgjigj, ka thonë: "La hayyak Allah." Do thonë nuk të përshëndes, Allahu mos të dhash jetë. E ky shejtani ka qenë, do me thonë, dhe ka thonë sikur ta kisha ditë që ti je në këtë shtëpi, unë nuk do futesha në shtëpi. Kjo tregon, do thonë, ai nuk e din të fshehtën, ghaibin, dhe ka thonë do kisha shku në tjetër shtëpi. Ka thonë dhe kjo ka qenë ajo shtëpia unë kur visha në Khurasan. Ai ka thonë prej ku ke ardhur? Ai ka thonë prej Irak, prej Irakut. Dhe i ka thonë çka ke vepruar në Irak? Ka thonë kam lënë një halife, kam lënë një zavendes. Ka thonë kush është ai? Ka thonë Bishr el-Mirrisi. E ky ka thonë në çka thirr ai? Ai ka thonë se Kur'ani është i krijuar. E ky ka thonë ti çka thu për Kur'anin? Ka thonë unë edhe pse jam shejtan i mallkuar, kështu ka thonë për veten e tij, unë edhe pse jam shejtan i mallkuar, unë them që Kur'ani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar. Ktu Sheikh Rabi' hafidhahullah, Allah e ruaj dhe vashnet, kur e ka përmend këtë transmetim, kur është lexuar, ka thonë se ky person ka qenë i fortë, me zemër të fortë, do me thonë. I ka dalë shejtani përpara, me gjithë atë, do me thonë, nuk është friksu dhe ka folë me të. Ka thonë dikush me qenë frikatsak vdes, do me thonë prej kësaj ndodhije. Dhe Sheikh Rabi thotë se besimtari i fortë nuk friksohet as prej gjinve, as prej njerëzve, përveç prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe prej rasteve interesant, do me thonë, është që shka përmend Sheikh Abdullah ibn Humeid, rahimahullah. Dhe ky ka qenë një prej dietarëve të mëdhenj në Saudi. Mas Sheikh Bin Baz, ajo kon personi numër 2 në shtetin e Saudis, prej dietarëve. Edhe një takim ku ka qenë edhe Sheikh Bin Baz aty prezent, ky dietari Sheikh Abdullah ibn Humeid ka thonë që një prej dietarëve të Hanbelive dhe ka qenë i verbër, ka qenë tek udhëheci. Edhe gjithashtu Sheikh Abdullah ibn Humeidi, edhe Sheikh Bin Bazi, të dy kanë qenë të verbër. Për atë kur kanë pyetur mësuesin e tyre, Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, që ka qenë mësuesi i Sheikh Bin Bazit, edhe Sheikh Abdullah ibn Humeidit. Kur e kanë pyetur kush janë nxënësat e tu, domethënë fortë që ti na këshillon mu kthy tek ata, ka thonë dy të verbër dhe një që sheh. Për dy të verbërit ja ka pas për qëllim Sheikh Bin Baz edhe Sheikh Abdullah ibn Humeid. E ky dietari Hanbeli tregon Sheikh Abdullah ibn Humeidi ka thonë që Kur'ani është fjalë Allahut.
dhe që nuk është i kriju. Aty tek udhëheci ka qenë një që ka pretenduar se Kur'ani është i kriju dhe që ka pretenduar se Allahu nuk flet. Edhe i ka thonë këtij dietarit Hanbeli, i ka thonë çka ki mu përgjigj ditën e gjykimit para Allahut, kur të thuhet ty me çka ke pretendu, me çfarë argumenti pretendon që unë flas. Atëherë ky dietari është përgjigj dhe ka thonë, do të thonë, o Zot, ti tash je duke fol, do me thonë. Ky është argumenti. Edhe atëherë ai, do me thonë, nuk ka pas mo argument se me çka të përgjigjet. Edhe pa dyshim se gjithë shka që njerëzit e bidatit, si që ka thoni Bentemije, mundohen mu argumentu kunder njerëzit sunetit, vetëm sa aty është argument kunder tyre. Edhe çka dëshiroj gjithashtu të përmes është se nuk është kjo besim vëllezër dashur vetëm tek xehmit dhe mu'tezilit para 1000 viteve. Jo, kjo akide ne që mësojmë është me rëndësi në çdo kohë. Dhe në çdo kohë ka njerëz, edhe pse ndoshta e kanë ndru emrat dhe nuk quhen mu'tezili ose nuk quhen xehmi, por ata e majnë këtë akide. Dhe një prej tyre, bile koka e tyre njerëzve të bidatit, në këtë kohë është Sayyid Qutb. Sayyid Qutbi në librin e tij Fi Dhilalil Quran, në volumin numër 5, faqja 119, thot: "Fal Quran zahiratun kauniyya kal ardi was samawat tanazzalat min al mala'il a'la." Ka thon Kurani është një dukuri kozmike, ashtu si toka dhe qiejt. Ai zbritin nga el mela al a'la, do të thonë prej nal, prej temelaqet. Ktu pretendon, do të thonë, Sayyid Qutbi, se Kurani është një dukuri kozmike. Dhe kjo pa dyshim se përmban besimin se Kurani është i krijuar. E për këtë arsye, Sheikh Rabi' Hafidhahullah, kur është drejtu dietarëve, disa prej tyre që kanë dituri dhe i refuzojnë dhe nuk pranojnë besimin e Xehmive dhe Mu'tezilive, kur vjen puna te Sayyid Qutbi e mbrojnë dhe nuk pranojnë me fol kundër tij. E Sayyid Qutbi ka mbledh prej bidateve të gjitha bidatet e mëdha. Që rrallë do një sekt i ka mbledh. Do thonë ti nëse bon bidaxhi Xehmit dhe Mu'tezilit, se ata pretendojnë se Kurani është i krijuar, atëherë si mundesh me mbrojtë Sayyid Qutbin? Edhe kështu është edhe puna e tekfirsave në vendet tona, do me thonë, ata ndosha pranojnë fjalët kundër xehmive dhe mu'tezilive, por kur vjen puna te Sayyid Qutbi, ata e mbrojnë, sikur Recep Memishi dhe shumë prej kokave të tekfirsave në vendet shqiptare. Edhe deri sot s'kemi dëgjuar, do me thonë, gjithë këta vite që janë disa duke bo da'wa, qoftë Bekir Halimi, qoftë Sallah Bajrami, kush do të qoftë prej këtyre që janë të njohur, ose edhe Shefqet Krasniqi, kush do të qoftë, kur nuk kemi dëgjuar që dikush prej tyre me paralajmëru kundër Sayyid Qutbit. Dhe Sheikh Ubaid el-Jabiri, rahimahullahu ta'ala, një prej dietarëve të mëdhtë sunetit, e ka thujt Sayyid Qutbin Hamil Liwa, ai mbarsi që ka qenë i flamurit të tekfirit në këtë kohë. Edhe shumë bidate tjera gjithashtu, do me thonë, ai i ka mbledh çështjet më të rëndësishme në bidatet, që një mjafton vetëm me dalë prej rrugës sunetit, Sayyid Qutbi i ka mbledh. E si mundet atëherë dikush gjithë këta vite asnjëherë mos me paralajmëru kundër Sayyid Qutbit? Pa dyshim se kjo është mashtrim ndaj umetit. Pastaj thot autori: "Wal imanu bil mizani yawm al qiyamah. Yuzanu al abdu wa la yazinu janaha ba'udah. Yuzanu a'malu al ibadi kama ja'at bihi al athar. الإيمان به والتصديق والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته." Këtu thot rahimahullah, besimi në peshorën, në mizan, ditën e kiametit. Robi do të peshohet, edhe nëse nuk peshon sakra i një mushkonje, do të peshohen veprat e robërve ashtu si që kanë ardhur në transmetime. Duhet besuar në të, pohuar dhe të largohemi nga ai që e mohon dhe të mos polemizojmë me të. Kjo do më thonë është gjithashtu prej besimit të Ahlus Sunna wal Jamaa. Ata besojnë se në ditën e gjykimit do të ketë një mizan. Mizan është ajo që në të cilën peshohen veprat e robëve ditën e gjykimit.
Dhe ajo që do peshohen ditën e gjykimit janë tre gjëra. Janë veprat e robit dhe robi vet, edhe gjithashtu do peshohen librat e robërve. Do të thonë ku janë të shkruajtur me veprat e tyre. Edhe hadithet që vërtetojnë besimin në El Mizan janë mutawatir. Mutawatir ma'nawiyan. Për arsye se mutawatir ndahet në dy kategori, lafdhijen, do të thonë kur transmetohet me shumë rrugë transmetimi e njëjta fjalë, ajo quhet mutawatir lafdhijen. Ndërsa mutawatir ma'nawiyan do të thotë domethënia është transmetuar në shumë hadithe. Edhe pse nuk është e njëjta fjalë, pa aq shumë herë është përmend mizan në për hadithe, sa që ka arrit gradën e tawatur, gradën me qenë mutawatir. Do të thonë mutawatir kur është transmetuar shumë. Edhe gjithashtu është kjo një çështje el ijma, që janë pajtu dietarët e sunetit, janë pajtu se ditën e gjykimit do të ketë një mizan, që do ketë, do të thonë dy mizan, do ketë dy vaga ku do peshohen veprat dhe njerëzit edhe librat e tyre, edhe do ketë një tregues, do të thonë që të tregon se cila anë peshon më shumë. A janë veprat e mira apo veprat e këqija? Dhe në Kur'an ka ardhur vërtetim për el mizan, faman thaqulat mawazinuhu. Do të thonë kush e ka peshorën e rënd, kush peshon shumë veprat e tij. Edhe gjithashtu, wa men khaffat mawazinuhu. Kush e ka peshorën ditën e gjykimit të lehtë, do të thonë s'ka vepra të mira ose ka pak vepra të mira. Edhe ajo që vërteton se njeriu vetë do peshohet është hadithi që transmeton Buhariu dhe Muslim në sahihin e tyre, yu'ta bir-rajuli as-samin al-azim fala yazinu 'inda Allah janah ba'uda. Do të vjen një person i shëndosh, i madh ditën e gjykimit, po ai nuk do peshon tek Allahu as sa një fletë e një mishkonje. Do të thonë ai s'do peshon shumë në ditën e gjykimit, për arsye se veprat e tij nuk janë të mira dhe veprat e tij nuk peshojnë shumë. Nuk do të thotë ti sa je i madh, ai ki 100 kg ose 200 kg. Kjo s'ka me të bëjë dobi. Ajo që të bën dobi, vllai dashur, është veprat me i pas. Veprat me i pas të mira. Kjo ka me peshu ditën e gjykimit. Ibn Mes'udi radiallahu anhu, kur kanë kesh sahabët, se kombet i ka pas shumë të thata, të likta, kur kanë kesh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, walladhi nafsi biyadihi lahuma athqalu fi mizani min Uhud. Ka thonë, është betu në atë në dorën e të cilit është shpirti im. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata dy, do të thonë kombët e Ibn Mes'udit, peshojnë më shumë në mizan, në peshore, se sa kodra Uhudit. Parando kodra Uhudit, do më thonë. Një kodër madhështor i madh, po kombët e Ibn Mes'udit dë peshojnë më shumë për shkak të imanit dhe veprave të tij. Edhe ajo që tregon për fletat ose shkrimet e njerëzve, librat e tyre që do peshohen, është hadithi ku do vjen një person me 99 regjistra me vepra të këqija dhe ajo do peshohet, ndërsa kur do vendoset një kartë e vogël me fjalën la ilaha illallah, kjo do peshon më shumë. Për arsye se me emrin e Allah subhanahu wa taala, do me thonë nuk peshon diçka më shumë. Aty do më thonë të ajo bitaka, gjuhën arabe, një kartel, aty do shkruan ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. E kur do peshohet kjo, do peshon më shumë se sa 99 regjistra me vepra të këqija. E kështu përfitojmë, do me thonë, për këtyre haditheve se vërtetohet mizani ditën e gjykimit, peshorja, dhe se mizani ka dy vaga, do me thonë, që peshohen, edhe se është i gjma mesin e djetarve që jonë pajtu gjithashtu se do ketë diçka që e tregon, do me thonë, një treguese ku tregon se çka peshon ma shumë. Edhe se do peshohet personi, vepra ti, edhe shkrimi ku janë shenu veprat e tij. Pastaj thot autori, wa inna Allah azza wa jall yukallimu al-ibada yawm al-qiyamah
wa yuhasibuhum laysa bainahum wa bainahu turjuman. El imanu bi dhalika wa tasdiq. Thot rahimahullah, besimi se Allah i lartësuar flet me robrit ditën e kiametit dhe i llogarit ata. Nuk ka përkthyes mes ti dhe atyre. Duhet të besohet në ketë dhe të pohohet. Do më thonë Allah s.w.t. dhe të flasi robëve drejt për drejt. Nuk do ketë përkthyes, nuk do ketë ndërmjetësues, edhe duhet mu besu kjo, dhe kjo është vërtetu në hadith që ka transmetuar Buhari dhe Muslim. Do të thonë hadithi me këtë domethënie është transmetuar në Buhari edhe Muslim. Edhe kjo shka duhet gjithashtu besimtari me besu. Edhe nuk lejo domethënë që ai me dyshu. Hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Nuk është askush prej jush vetëm se Zoti i tij do t'i flasë atij. Lejse bejnehu e bejnehu turjuman, nuk do ketë mes ti dhe atij, o mes robit dhe Allah subhanahu wa taala, nuk do ketë as ndërmjetësues as përkthyes. Wala hijabun yahjubuhu. Edhe as një perde që atë do me thonë të pengon. Pastaj fjala e autorit rahimahullah ku thot wal imanu bil haudhi anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudan yawm al qiyamah taridu alayhi ummatuhu عرضه مثل طوله مسيرة الشهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما جاء في الأثر ووصف ثم الإيمان بذلك. Tu autori rahimahullah Imam Yahya ibn Medini thot, Imam Ali ibn Medini thot, besimi në haudin e profetit sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, do të ketë në ditën e gjykimit një haud, një liçen, ku do të vi umeti i tij. Gjerësia e tij është si gjatësia e tij, sa udhëtimi i një muaji. Enet e tij janë sa yjet e qiellit, ashtu siç ka ardhur në transmetim dhe është përshkruar. Pastaj besimi në ketë dhe pohimi i tij. Autori do të thonë mas çdo pike përmend këtë çështje, besimi dhe pohimi, edhe mos me debatu ndonjëherë. Dhe kështu është do të thonë qëndrimi i ahlisunetit ndaj çështjeve të ghaibit. I pranojnë, i pohojnë edhe nuk debatojnë. Edhe hadithet që flasin për haudhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit janë të shumta. Do të thonë ai është më i bardh se çumshti, më i ëmbël se mjalti dhe e ka erën më të mirë se misku. Edhe siç e përmendi autori, enet e tij janë sa numri i yjeve në qiell. Gjithashtu prej haditheve është që është transmeton Buhariu dhe Muslim se ma bejne bejti o minberi rawdatu min riyadil jannah. Çka është mes shtëpisë time dhe minberit tim është bashe prej basheve të xhenetit. Rawdatu min riyadil jannah. Pastaj thot wa minberi ala haudi. Minberi im është mbi haudhin tim. Minberi im është mbi haudhin tim. Do me thonë, kjo është prej haditheve që tregon për çështjen e haudhit, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ketë në ditën e gjykimit haud. Edhe rruga e synetit, nëse ti e pason synetin në dynja, përfundimin da kesh, do thonë e pason synetin në dynja dhe do mrish te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te haudhi dhe do pish nga liçeni i tij. Nëse je pasues i synetit, a nëse je prej pasuesve të bidatit, uliadhu billah, dhe pason bidatin dhe nuk e pason synetin, atëherë pa dyshim se do largohen. Ka ardhur transmetim do me thonë të sakta se njerëzit që kanë ndryshuar mas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do ndalohen nga haudhi. Kur të vinë ata me laçë nuk i lejojnë që të afrohen. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i njeh ata prej umetit tij, po me laçët thonë ti nuk din ata çish kanë shpikur mas teje. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot suhqan li qaumin badalu ba'di. Larg prej njerëzve që kanë shpikur mas meje. Edhe kështu njeriu duhet do me thonë me marr mësim prej këtyre haditheve, jo vetëm me i besu, kjo është patyshim gjë e parë që duhet,
po pastaj edhe me shtin praktik, duke ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Siç ka thonë Ibnul Qayyim rahimahullah, në dynja është me ndjek sunetin e tij, atë në ahiret edhe me mri të haudhi, të liçeni i tij alayhi salatu wassalam. Pastaj thot autori wal imanu bi adhabil qabri anna hadhihi al umma tuftanu fi quburiha wa tus'alu 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa ya'tihi munkarun wa nakirun kayfa sha'a Allahu 'azza wa jall wa kama arad al-imanu bi dhalika wa at-tasdiq. Thot besimi në dënimin e varrit. Ky ummet do të sprovohet në varret e saj dhe do të pyetet për profetin sallallahu alaihi wasallam. Do t'i vi munker dhe nekir ashtu siç dëshiron Allahu i lartësuar dhe siç ai e ka saktësuar. Duhet të besohet në këtë dhe të pohohet Do të thonë kjo është besimi në dënimin e varrit. Dhe këtu përmendet dënimi i varrit se kjo është më së shumti që ndodh me njerëzit se varrosen. Po nëse dikush nuk varroset, për shembull e kanë djeg ose është fundosur në ujë, në det ose diçka, nuk do të thotë se ai nuk do dënohet në varr, edhe nuk do sprovohet dhe nuk do pyetet nga munker dhe nekir në varr. Jo, kjo nuk do të thotë, do të thonë kudo që ti je dhe trupi yt është mas vdekjes, prap njeriu do përjeton problem prej shpërblimeve ose dënim prej dënimeve. Por më së shumti që ndodh është që njerëzit varrosen, për këtë arsye dhe thuhet dënimi i varrit. Dhe dënimi i varrit është besim tek ahlus sunna wal jamaa, dhe kjo është një çështje që e kanë mohu mu'tazilit. Do thonë ata nuk e kanë pranuar dhe nuk e kanë besuar besimin në dënimin në varr. Edhe pse hadithet që e vërtetojnë këtë janë të shumta dhe hadithet janë të sakta, dhe kjo është domethënë besimi i ahlus sunnati wal jamaa, që njeriu do pyetet nga munker dhe nga nekir për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do pyeten domethënë kush është Zoti yt, cila është feja jote dhe kush është pejgamberi yt. Besimtari do përgjigjet nga ajo që ka mësuar në dynjë dhe ka jetuar me atë bindje dhe ka lexuar Kur'anin dhe është bind. Ndërsa munafiku do thotë ha la adri. Sami'tu an-nasa yaqulun fa qultu mithluhu. I kam dëgju njerëzit duke thënë edhe un kam thonë sikur ata. Dhe kjo do të thotë se njeriu duhet patjetër ta mëson akiden e tij dhe me jetu me akiden e tij të saktë. Edhe nuk lejohet asesi që njeriu ndikohet dhe me i pasu tjerit verbërisht. Edhe pastaj me ardhë në varr dhe më thonë ha la adri, nuk e di, i kam dëgju njerëzit duke thonë, edhe un kam thonë sikur ata. Dhe dënimi i varrit, siç thot Sheikh Ubejd el-Jabiri rahimahullah, ka mundësi që të vazhdon një kohë e pastaj të ndërpritet, për arsye se dikush bën dua për ty shembull, ose se dënimi ka mbaru, do me thonë, ti e ke marrë atë dënimin që meriton në barzakh, në jetën e varrit, dhe nuk meriton më shumë dënim, do me thonë nuk do të thotë se për gjithmonë të vazhdon dënimi në varr. Por duhet me besu çështjen se në varr ka shpërblim edhe ka dënim. Pastaj fjala e autorit rahimullah wal imanu bi shafa'ati nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikhraj qaumin min an-nar ba'da ma ihtaraqu wa saru fahma فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق. Tu thot autori rahimahullah besimi në ndërmjetësimin, në shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nxjerrja e disa njerëzve nga zjarri pasi të kenë qenë të dëgjur dhe të jenë bërë si shymyr, dhe do të urdhërohet për ta të shkojnë në një lum afër derës së xhenetit, ashtu siç ka ardhur në transmetime, siç ka dashur Allahu dhe siç ka vendosur ai. Detyra është të besohet në këtë dhe të pohohet. Kjo gjithashtu është prej çështjeve të besimit të ahlus sunna wal jamaa, ku kanë kundërshtuar xhavariçt dhe nuk e kanë besu dhe nuk e kanë pranuar shefatin.
edhe pse shefati i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe të tjerëve është vërtetu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai do ketë ash-shafa'a al-uzma, do ketë një ndërmjetësim të madh që do shkojnë njerëzit ditën e gjykimit tek pejgamberët dhe do kërkojnë prej tyre që të bëjnë ndërmjetësim, po nuk do bën askush ndërmjetësim përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai thotë ana laha, un jam për këtë. Do të thonë ai është pozita e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është el maqam el mahmud, pozita e lartë që ne e lutim Allah subhanahu wa taala që t'ja jep pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo do jetë domethënë në ditën e gjykimit që do t'i jepet atij alayhi salatu wassalam, që do shkon dhe do bën sejdë para Allah subhanahu wa taala dhe do ta lartmadhëron dhe lavdron Allah subhanahu wa taala me lavdrime që ai nuk i din deri në atë kohë. Atëherë do t'i thuhet që të bën ndërmjetësim dhe do t'i jepet atij ndërmjetësimi. Dhe këtu është ndërmjetësimi që të fillon llogaria ditën e gjykimit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do bën ndërmjetësim që të hapet dera e xhenetit dhe me laçat që e mbron derën e xhenetit do thot jam urdhëruar mos ja çel derën askujt para teje. Atëherë kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do kërkon që të hapet dera, atëherë do hapet dera e xhenetit. Edhe të bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndërmjetësim për migjin e tij, Ebu Talib, ashtu siç e ka pyet Abbas ibn Abdul Muttalib, migja i vet, radhiyallahu anhu, e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë migja yt, Ebu Talib, të ka mbrojt ty, të ka ndihmu ty, çka ke bëu ti për të? Ai ka thonë laula ana, sikur mos isha unë, ai do me thonë do ishte fi darkil asfali min an-nar, dënimin më të keq të zjarit. Po me ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai do ta merr dënimin më të ulët. Çka nuk do të thosë ai nuk do dënohet, do dënohet, po ta ketë dënimin më të ulët prej njerëzve të xhehenemit. Dhe kjo është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë atij, ja am, o miq, thuaj një fjalë, thuaj la ilaha illallah, një fjalë me të cilën unë të argumentoj për ty tek Allahu. Po ai është diku prej atyre që janë afër tij dhe ka thonë, sikur mos ishte kritika e njerëzve, do të thonë ai ka ardhur turp që njerëzit thonë është friksu në fund të jetës së tij, ma në fund e ka thonë fjalën la ilaha illallah. Dhe kokat e kufrit ka qenë rreth tij dhe ka thonë atarghabu an millati Abdul Muttalib, a do mu largu prej miletit, prej fesë të babës tënd Abdul Muttalib? Atëra ai ka thonë se është në fenë e babës vet dhe ka vdek në këtë gjendje wal billah. Edhe kjo tregon për shoqërinë e keqe. Njeriu dikohet prej shoqërisë së tij. Dhe nëse ai rrin me njerëz të këqij, atë nuk është për të çuditur, domethënë se ata mundën ta devijojnë derisa ta nxjerrin kufër, wal billah. Ashtu siç e kanë ndiku Ebu Talibin që me vdek në kufër edhe jo në islam, edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e thirrte në islam dhe dëshironte që para vdekjes së tij ai ta pranon islamin. Prej dietarëve që kanë shkruajt për çështjen e shefatit është Sheikh Muqbil rahimahullah. Ai ka një libër me emrin e Shafa'a dhe është libri më i mirë që është shkruajt për këtë temë. Dhe gjithashtu në ditën e gjykimit do ndërmjetësojnë edhe të tjerë prej shahidave dhe dietarëve dhe njerëzve të mirë dhe pejgamberëve të tjerë, gjithashtu ata do kenë ndërmjetësim. Dhe ndërmjetësim është prej Allah subhanahu wa taala që ja lejon personit që bën ndërmjetësim si nderim për të. Mas lejes së Allahut, edhe masi Allahut të jetë i kënaqur me atë person. Illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha wa yarda. Përveç masi Allahu të jep leje për atë person që ai do dhe është i kënaqur me të. Do të thonë ndërmjetësimi është vetëm për njerëzit e tauhidit, ata që kanë vdekur me la ilaha illallah. Ata që kanë qenë musliman, jo për njerëzit që bojnë shirk. Dhe për tyre që bojnë shirk janë ata që kërkojnë shefa nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Duke thonë shefa'a ya Rasulullah. Që kërkojnë ndërmjetësim prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata vetëm se kanë ra në shirk. Dhe padyshim se ata nuk do kenë ndërmjetësim ditën e gjykimit. Për arsye se ndërmjetësimi është vetëm për ata që kanë qenë njerëz të tauhidit. Për ata me të cilë Allah është i kënaqur, do më thonë me qenë njeriu i tauhidit, dhe është nderim për njerëzit që bojnë ndërmjetësim. Sikur janë pejgamberët dhe njerëzit e mirë. Edhe me laçët gjithashtu do bojnë ndërmjetësim. Ebu Huraira radhiyallahu anhu kur e ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për njerëzit më të lumtur me ndërmjetësimin e tij,
ka thonë ata që thonë la ilaha illallah me sinqeritet prej zemrës së tyre. Do të thonë me qenë njeriu i tauhidit, me qenë njeriu i shirkut, padyshim se nuk ki hise prej shefatit. Pastaj thot wal imanu bi anna al masiha ad-dajjal maktubun bayna aynayhi kafir lil ahadith التي جاءت فيه الإيمان بأن ذلك كائن وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب لد. Këtu autori rahimahullah thot besimi se Mesihu Dejjal është shkruar me syve të tij kafir për shkak të haditheve që kanë ardhur për të. Duhet besuar se kjo do të ndodh dhe se Isa biri i Merjemës do të zbres dhe do të vras atë në portën e lutit. Ajo do të thonë që është transmetuar se në Dimeshk, në Damask, dhe zbresi Isa ibn Merjem alayhi salam dhe do jetë koha e namazit të sabahut dhe do ke dal Mehdi, që është një prej pasardhësit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do ke dal që ta fali namazin e sabahit. Kur të vjen Isa te Menaratul Bayda, minareti i bardh, atëherë ai Mehdi do të jetë përparësi Isës, që ai me dal. Ndërsa Isa e len Mehdin që ai të del imam, në atë kohë dë shkon Isa, do me thonë, dë shkon te Dejjali dhe kur ta shef Dejjali Isën, dhe fillon me mushkri si kur shkrihet trypa në ujë. Por Isa dë shpejton që ta mbysi atë, do me thonë që të vdesi me dorën e tij para se të shkrihet. Dhe ky Mesih Dejjal është një sprov shumë e madhe. Dhe çdo pejgamber ka paralajmëruar umetin e tij për Dejjalin. Dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka qenë ai që më së shumti ka paralajmëruar për Dejjalin. Dhe ka thonë nëse jam mesin e juve, atëherë unë jam mbrojtës për ju. Por nëse unë nuk jam mesin e juve, atëherë secili është haxhixhu nefsihi, do të thotë secili duhet mu argumentu për veten e tij. Dhe ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga sprovat e tij, do të thonë mos me shku tek ai. Se ti shkon tek ai me besim të fortë, po kur rrin tek ai, atëherë do më thonë për shkak sprovës madhe që ka, njeriu largohet prej imanit të tij. Se ai ka me vete xhenet edhe zjarr. Xheneti i tij është zjarri dhe zjarri i tij është xheneti. Për atë kur dikush futet në xhenet tek ai, futet në zjarr. A kur dikush futet në zjarr tek ai, ai futet në xhenet. Vaj do me thonë dhe ti sprovon njerëzit aty ku dë shkon dhe sillen shumë çështje interesante, toka dhe lishon fruta dhe përhapet pasuria, do më ndodhin gjëra që janë sprov për njerëzit, edhe për atë njerëzit dhe ta pasojnë dhe dhe ta besojnë, por besimtari i vërtet do më thonë nuk e paraqet veten e tij në këtë sprov. E nëse sprovohet, siç ndodh me një djalosh prej Medinës që do delte Dejjali dhe Dejjali do ta mbyt atë dhe pastaj ta bashkon prap, dhe ta ndan pjesë, pastaj ta bashkon prap, atëherë thot a nuk më beson tash? A thon nuk kam qenë asnjë më i sigurt se tash, nga ajo që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka tregu neve. Edhe janë vërtetu hadithet. Edhe ky njeriu, do të thon ky djaloshi, do të thon do jetë i qëndrueshëm. Edhe pastaj Dejjalli prap do mundohet ta mbysi, edhe nuk do ketë mundësi. Mes syve të tij, mballin e tij shkru kafir. Dhe këtë do mund të ta lexon çdo kush prej muslimanëve. Qoftë prej atyre që din me lexu, ose prej atyre që nuk din me lexu. Dhe Dejjalli është prej Beni Adem, prej njerëzve, do me thonë, me prejardhje të Ademit alayhis salam. Dhe ai është gjallë, është i lidhur në një ishull, jeton aty. Dhe Temim Dari radiallahu anhu, sahabiu, e ka pa Dejjallin. Dhe hadithi i tij është i transmetuar në Sahih Muslim. Pastaj thot autori wal imanu qaulun wa amalun ala sunnatin wa isabatin wa niyatin wal imanu yazidu wa yanqus wa akmalu al mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ka thon besimi është fjalë dhe vepër sipas sunnetit, me saktësi dhe niyet të sinqert. Besimi rritet dhe paksohet. Më i përsosuri në besim është ai që ka moralin më të lartë. Tu flet autori për çështjen e
iman, çështjen e besimit. Si është definimi i imanit tek ehlu sunna wal jamaa? Ehlu sunna wal jamaa besojnë se imani përbëhet nga fjalë dhe vepër. Dhe kur thonë fjalë dhe vepër, kanë për qëllim fjalën e zemrës dhe fjalën e gjuhës. Dhe kur thonë vepra, kanë për qëllim veprat e gjymtyrve dhe veprat e trupit. Këtu autori ka shtu diçka në definimin e imanit. Do më thonë mund është më mjaftu duke thonë është fjalë dhe vepër, po ai ka shtu edhe është me pasu synetin, edhe me pas një. Kjo shtesa, si që ka thonë Sheikhul Islam Taymija rahimahullah, se ka ardhë definim i ndryshëm tek selefi, por qëllimi është i njëjtë, se ai që thot fjalë dhe vepër shtin tek definimi i tij njëjtin edhe pasimin e synetit. Ndërsa ai që e shton, duke thënë pasimi i synetit dhe njëjti, ai vetëm se ka shtu diçka duke shpjegu, ndërsa definimi prap është i gjithë i njëjtë. Thehet tek iman është fjalë edhe vepër. Shtohet dhe paksohet. Besimi në zemër, fjalë me gjuhë edhe vepra me gjymtyr. Dhe Allah subhanahu wa taala në Kur'an e ka quajt namazin iman, siç ka thonë wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum. Allahu nuk e len imanin e juve të humbët. Allahu nuk e len imanin e juve të humbët. Dhe kjo tregon se vepra, sikur është imani, vepra më madhështor, është shujt iman. Edhe kjo është argument i fuqishëm prej ehlu sunna wal jamaa që imani përmbahet nga fjalë dhe nga vepër. Edhe gjithashtu është ky një refuzim për murxha, se murxha kam pretenduar se imani, do më thonë, nuk është me vepër. Vepra nuk merr pjesë në iman. Për atë janë qytet edhe murxha, do më thonë, e kanë largu veprën prej imanit. Edhe ajo që shtohet dhe paksohet është gjithashtu një refuzim për murxhiat, se tek ata imani është një gjë që as nuk shtohet, as nuk paksohet. Ka thonë Allah subhanahu wa taala në surën Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tulit alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Besimtarët e vërtet janë vetëm ata të cilët dhe kur përmendet Allahu u friksohen zemrat dhe kur u lexohen atyre ajetet e tij u ashtojnë besimin dhe vetëm te Zoti i tyre mbështeten. Do të thonë atyre u shtohet besimi. Kjo është argument i prerë i qartë në Kur'an se besimi shtohet. Edhe ajo që shtohet gjithashtu mundet mu paksu. Edhe në hadithin që ka përmend autori, do të thonë që besimtarët më të përsosur me besimin e tyre janë ata me sjelljen më të mirë. Do të thonë ata e hapin, e plotësojnë hakun e Allahut subhanahu wa taala dhe gjithashtu e plotësojnë hakun e njerëzve. Dhe kjo është husnul khuluq. Këtë hadith e ka transmetuar Ahmed edhe Tirmidhi. Dhe kjo tregon, do të thonë njeriu me iman më të përsosur do të thotë se vepra e tij e bën të përsosur imanin e tij. E dikush që nuk i ka këta veprat, atëherë vaj nuk e ka imanin e përsosur. Pastaj thot wa tarku salati kufrun laysa shay'un min al-a'mali tarkuhu kufrun illa as-salat man tarakaha fa huwa kafirun wa qad halla qatluhu. Ktu autori rahimahullah vazhdon duke thonë lënia e namazit është kufër. Nuk ka asnjë vepër lënia e së cilës është kufër përveç namazit. Kush e le atë është jo besimtar dhe lejohet vrasja e tij. Kjo çështje është prej çështjeve në të cilën kanë kundërshtim dietarët e selefit. Dhe asesi nuk është çështje që dietarët janë pajtu ashtu siç pretendojnë Havarixh dhe Haddadi. Përkundrazi, shumica e dietarëve nuk e bojnë tekfir lëndsin e namazit. E bën tekfir një pjesë e vogël. Prej tyre është Ali ibn Medini dhe gjithashtu Ishaq, edhe Imam Ahmed në një prej transmetimeve. Do thonë tek Imam Ahmedi kemi dy transmetime. Një që e bën tekfir dhe tjetra që nuk e bën tekfir. Dhe ata që nuk e bojnë tekfir nuk janë murxhi'a, siç e kanë akuzuar Sheikh Al-Albani që është murxhi.
Dhe ata që e bojnë tekfir nuk janë xhavarix gjithashtu, prej dietarëve të sunetit, po të dy palët e respektojnë njëri tjetrin. Dhe sa mendimi shumicës, siç thash, prej Hanefive, Malikive dhe Shafiitëve, edhe një transmetim tek Imam Ahmedi rahimahullah, janë se nuk e bojnë tekfir lëndësin e namazit. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ka folë hollësisht për këtë mesele në librin e tij që e ka për namazin. Dhe hadithet që janë argumentu djetarë, do me thonë, ata që bojnë tekfir lëndësin namazit, janë sikur hadithet që ka ardhë, el ahdu ledhi bejne na wa bejnum e salat. Kontrata mes nesh dhe atyre është namazi. Femen të rakafe kat kefër. Kush e len namazin, ai ka bo kufër. Kjo është prej argumenteve të tyre, me të cilën ata janë argumentu. Edhe gjithashtu në ajet, në Kur'an, në fjalën e Allahut subhanahu wa taala, janë argumentu për çështjen e lëndësit të namazit, për ata që pendohen, do me thonë, edhe e kry namazin prej jo besimtarve. Kjo të regon, do me thonë, ata që në argumentu me këtë, ai që pendohet prej kufrit, ai duhet pa tjetër që ta fali namazin, nëse ai me të vërtet pendohet. E nëse nuk e kry namazin, do me thonë, ai nuk është pendu në realitet. Janë, do me thonë, disa argumente me të cilën mundet mu argumentu për tekfirin e lëndësit namazit, dhe ajeti në surën Tobe është fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakat fa khallu sabilahum. Nëse ata pendohen dhe e falin namazin dhe japin zakatin, atëherë leni ata, pra do të thonë leni rrugën e tyre. Do të thonë mos me i pengu, atëherë ata janë pendu dhe kanë kry pendimin e tyre. Por pa dyshim se ai që nuk e jep zakatin nuk i bëhet tekfir. Edhe këtu në ajet është përmend namazi edhe zekati. Atë mund mu kuptu, nëse ai që nuk e jep zekatin nuk mundesh me bë tekfir, atëherë edhe atij që lën namazin prap gjithashtu nuk mundesh me i bë tekfir. Dhe kanë ardhur argumente tjera me të cilët janë argumentu dietarë që lëndsi namazin nuk është qafir, po është në rrezikshmëri të madhe. Edhe ata, siç ka përmend autori, që vritet ai person që e lën namazin, edhe ata që nuk e kanë bë tekfir lëndësin namazit, edhe ata kanë thonë që ai person është një gjunaqar shumë i madh, edhe se ai vritet, do të thonë edhe pse nuk vdes si murtet, si dikush që kalon fen, prap se prap ai do të thonë vritet, masi kërkohet që ai të pendohet, edhe nëse nuk pendohet, atëherë ai 3 herë, do të thonë 3 herë kërkohet që ai të pendohet, edhe nëse ai vazhdon prap se prap dhe pranon të vritet e jo të kthehet namaz, atëherë ai person vritet. Ajo që ka përmend autori se lënia asnjë vepre nuk është kufër përveç namazit, kjo fjalë është transmetuar nga Abdullah ibn Shaqiq rahimahullah, dhe ai ka thonë që i kam gjetë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nuk kanë pas mendim se lënia ndonjë vepre është kufër përveç namazit. Me këtë, do të thonë, argumenton shumica atyre që bojnë tekfir lëndësin namazit. Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, ai është dietar prej dietarëve të ilal të haditheve, defekteve të fshehura në transmetime. Dhe ai këtë transmetim e ka dobësuar. Atëherë, domethënë, nuk mbet argumentim në këtë transmetim. Po megjithatë, njeriu domethënë është në rrezikshmëri shumë të madhe nëse e lën namazin. Dhe namazi është shtylla e fesë. Nëse ti e lën namazin, atëherë domethënë je në rrezik shumë të madh. Dhe kush pranon për veten e tij që të jetë debat mesin e dietarëve, a ka dalë kufër ajo? Do të thonë kush pranon për veten e tij me të qenë në atë rrezik të madh që me dalë ditën e gjykimit pa namaz, edhe me qenë prej qafirave sipas mendimit që bojnë tekfir. Për këtë arsye, domethënë, njeriu më së shumti që duhet të kujdes është namazi. Dhe në ditën e gjykimit, gjëra e parë që do llogaritet është namazi. Nëse namazin e ka pas në rregull, gjithçka do jetë në rregull. E nëse namazin nuk e ka pas në rregull, atëherë gjithçka tjetër prap nuk do jetë në rregull. Pastaj vjen fjala e autorit rahimahullah, që do ta lexojmë vetëm shit, se është pak e gjatë. Thot, më të mirët e këtij umeti pas profetit sallallahu alaihi wasallam janë
Ebu Bekri o Siddiq, pastaj Omeri, pastaj Uthman ibn Affan, ne i vëmë përpara këta të tre, ashtu si i vun përpara shokët e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk patën mos pajtim për këtë. Pastaj pesë sahabët e shurës këshillit, Aliu, Talha, Zuberi, Abdurrahman ibn Aufi dhe Saad ibn Abi Waqas. Të gjithë ishin të përshtatshëm për khilafet dhe të gjithë ishin imam, ashtu siç vepruan shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj njerëzit më të mirë pas shokëve të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam janë brezi në të cilën ai u dërgua. Të gjithë ata që e shoqëruan, qoftë një vit, një muaj, një orë, apo vetëm e pan, apo shkuan tek ai, janë prej shokëve të tij. Ai ka prej shoqërisë me profetin sallallahu alaihi wasallam sipas kohës që e shoqëroi. Dhe më i ulti prej tyre në shoqëri është më i mirë se ata që nuk e pan. Edhe nëse ata e takojnë Allah me të madhëruar me të gjitha veprat, ai që e ka shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e ka parë me sytë e tij dhe ka besuar në të, qoftë edhe për një orë, është më i mirë për shkak të shoqërisë së tij sesa të gjithë tabinët, edhe nëse ata bëjnë të gjitha veprat e mira. Pa dyshim se kjo është besimi i sakt i Ahlus Sunna wal Jamaa, siç besojnë ata për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kushdo që vjen mas tyre, qoftë prej njerëzve më të mirë, sikur ka qenë Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, cili ka qenë mujaddid i shekullit të parë hijretit, ai rahimahullah, edhe pse ka qenë shumë i mirë, shumë i devotshëm, kur e kanë pyet Abdullah ibn Mubarak, a është më e mirë Muawiya, që shumë e shajnë prej Shia dhe Rafidha dhe Bektashive dhe kështu me radhë, ka thënë është më i mirë Muawiya apo Umar ibn Abdul Aziz? Ka thonë Ibn Mubarak, turabun, dheja, pluhuri, që është fut në hunën e Muawiyas, duke qenë ai me të dërguarin Allah sallallahu alaihi wasallam, është më e mirë se Umar ibn Abdul Aziz. Edhe për këtë arsye, ka thonë Ebu Zur'a Razi rahimahullah, kur shef një person duke fol keq për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë dije se ajo është një zindik, një munafik domethënë. Dhe kjo për arsye se i dërguari sallallahu alaihi wasallam tek ne është hak dhe Kur'ani është hak. Dhe këtë Kur'ani dhe Suneti na kanë transmetuar neve shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thonë ata duan me i kritiku, me bot xharh ndaj dëshmitarëve tonë për me e largu Kur'anin dhe Sunetin. Dhe ka thonë el xharhu bihim aula wa hum zanadiqa. Ata më së shumti e meritojnë xharh, kritikën, dhe ata janë zanadiqa, janë munafik. Kështu ne i dojmë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e teprojmë në dashurinë ndaj tyre duke adhuru, edhe as nuk i kritikojmë ata duke i ofendu e duke i shah. Po, besimi jon është, siç ka thonë Imam al-Tahawi rahimahullah, ka thonë dashuria për sahabët tek ne është din, është fe, dhe iman dhe ihsan, ndërsa urrejtja ndaj sahabëve tek ne konsiderohet kufër dhe nifaq edhe tughyan. Kur kanë fol për Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, i cili ka qenë një prej njerëzve më të mirë në kohën e selefit, ka thonë Sufjan ibn Uyeyna, kam shiku tek sahabët edhe tek Ibn Mubarak, ka bu krahasim mes Abdullah ibn Mubarak edhe mes sahabëve. Ka bu një farë krahasimi mes Abdullah ibn Mubarak edhe mes sahabëve. Pastaj ka thonë, nuk kam pa që ata të kenë ndonjë vlerë ndaj tij më shumë përveç që ata kam shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë luftuar me të. Domthon kjo mjafton. Abdullah ibn Mubarak edhe pse ka qenë dietar shumë i mirë dhe është përshkruesi njeriu që i ka mbledh të gjitha cilësitë të mirës, prap sahabët janë më të mirë pse e kanë shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe Ibn Ma'ini ka thonë, Ibn Mubarak në të gjitha çështjet është emir el-mu'minin, prijesi besimtarëve në hadith edhe të tjera. Dhe Ismail ibn Ayyash ka thonë nuk është askush sikur mbi sipërfaqen e tokës sikur Abdullah ibn Mubarak.
dhe nuk din do një cilësi prej cilësive të mirës, vetëm se Allahu ja ka dhënë atij. Dhe më kanë tregu shokët e mi se ata kur e kanë shoqëru Ibn Mubarak prej Egjiptit në Mekë, ai ata i ka ushy, a vet ka qenë agjërushëm. Do të me gjithë këto vlerë të madhe që ka pas Abdullah ibn Mubarak, as se si, as njëherë nuk e kam rri vlerën e sahabëve. Askush që vjen mas sahabëve nuk mundet me arrit vlerën e tyre. Dhe ata janë në mirësi dhe në vlerë, janë ashtu siç e kanë renditjen në khilafet. Ebu Bekri, pastaj Omeri, pastaj Uthmani, pastaj Aliu, pastaj vinë ata sahabe që u përmenden, ata pesë që janë konë në shura. Dhe 10 që janë al-ashra mubashirin bil janna, janë domethënë sahabët më të mirë. Dhe ne i dojmë të gjithë ata dhe nuk flasim për atë që ka ndodhur mesin e tyre. Dietarët që kanë thonë, Allahu na ka mbrojt durë tona nga pjesëmarrja në atë që ka ndodhur me sahabëve, atë ne ti mbrojmë gjuhët tona edhe mos flasim keq. Dhe me këtë e përfundojmë këtë ders dhe lutim Allah subhanahu wa taala që të na bën neve dhe juve dobi pra saj që kemi dëgjuar prej fjalëve të dietarëve. Subhanaka bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.